Përshëndetje, mirë se keni ardhur në podcastin tonë. Sot kemi vendosur të diskutojmë rreth librave dhe se si e ndryshojnë librat jetën tonë. A mund të ndryshojmë një libër në mënyrë se si e shohim jetën? Për mendimin tim, po, librat na ndryshojnë në mënyrën se si ne shohim jetën, pasi ata na pasurojnë mendjen dhe na bëjnë që ta shohim botën nga një anë më pozitive. A mund të ndryshojmë një libër në mënyrë se si e shohim jetën? Për mendimin tim, po, librat na ndryshojnë në mënyrën se si ne shohim jetën, pasi ata na pasurojnë mendjen dhe na bëjnë që ta shohim jetën në një përkushtim tjetër. Janë librat të rëndësishëm edhe në epokën e rrjeteve sociale? Po, sot librat janë shumë të rëndësishëm. Rrjetet sociale na shkurtojnë mendjen, ndërsa librat janë mjeti i fundit që na mësojnë të përqendrohemi gjatë dhe të mendojmë thellë. A lexojmë për të arratitur nga realiteti apo për ta kuptuar më mirë atë? Unë mendoj si të dyja, sepse lexojmë fantazi për të ndarë nga përditshmëria jonë, por shpesh përmes atyre botëve imagjinare ne gjithashtu kuptojmë dhe natyrën universale të njerëzve. Në autorin në mënyrën se si e trajtojmë librin. Në mendimin tim, autori është udhërfyesi. Megjithatë, sapo libri bie në duart tona, ndikimi është 50-50, ku 50% mund të jetë mënyra se si autori e shkruan librin dhe 50% është mënyra se si ne e përfitojmë atë. A është e gabuar të mos e përfundosh një libër? As pak. Jeta është shumë e shkurtër për libra të mërzitshëm. Nëse pas 50 faqeve libri nuk të ka tërhequr, është krejtësisht në rregull ta lësh. Mendoni, ka prezantojnë filmat librat? Unë mendoj se jo, sepse filmat ofrojnë imazhe të gatshme, ndërsa librat janë ato të cilët na detyrojnë ne të krijojmë vetë këto imazhe duke filluar më shumë imagjinatën tonë. Vëmendje që na kushtuat, shihemi në podcastin e radhës.